Down Syndrome Kosova operon në 5 qendra në të gjithë Kosovën. Jemi në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Mitrovic dhe së fundmi në Gjilan. Në të 5 qendrat përfitues aktivi kemi rreth 300 përfitues, ndërsa në total në databazat e Down Syndrome Kosovës janë rreth 1000 përfitues që marrin shërbime. Në organizatën Down Syndrome Kosova ofrohen 2 programe. Është programi intervenimit dhe edukimit të hershëm, ku marrin shërbim fëmijët nga 0 deri në 12 vjeç, dhe është programi për autonomi dhe aftësim profesional, ku marrin shërbim para adoleshentët dhe të rriturit. Tek fëmijë im më njëherë mbas marrjes së shërbimeve kanë filluar rezultate pozitive, që i kemi vrejt të gjithë që e kemi njoft ninën, edhe si në aspektin fizik, sepse ajo ka fillu me terapi fizikale, dhe më thonë prej moshës 7 muajshe, edhe me njëherë kjo ka ndiku në forcimin e muskujve, edhe gjithashtu na ka jep edhe neve një farë impakti qysh na me vepru njëjtë edhe në shtëpi, na ka informu shumë qysh me trajtu fëmin tonë, ka ndiku do me thonë pozitivisht edhe tek nina edhe tek ne. Intervenimi i hershëm është një proces që ofron mbështetje dhe shërbime terapeutike për fëmijët dhe familjarët e tyre, që nga momenti i identifikimit të problemeve apo vështirësive shëndetësore të fëmijëve, apo shqetësimeve të ndryshme që lidhen me zhvillimit apo me vonesat e fëmijëve. Ky intervenim synon domethënë rritjen e zhvillimit të aftësive dhe përmirësimit funksioneve fizike, kognitive, sociale, emocionale, të cilat mund të jenë të vonuara ose mund të ndikohen për shkak të kushteve të ndryshme. Nëse këto shërbime ndërprehen, ekziston një rrezik i madh i mosmbështetjes të fëmijëve në proces të zhvillimit të tyre drejt një mirëqenie dhe një pavarësie të plotë, po ashtu dhe prind janë të mangët ndoshta me informacion lidhur me udhëzimet apo këshillat, sugjerimet që mund t'i ofrojmë ne si terapist. Procesi i punës që zhvillohet në shoqatën Down Syndrome Kosova, që është nga pranimi i një fëmije apo foshnje me sindrom Down, është kalimi i pranimi i dosjeve mjekësore, konfirmimi nga testet gjenetike që fëmija është i diagnostifikuar me sindrom Down. Pastaj jepet ofrohet shërbimet e terapisë fizike deri në vertikalizim, deri në kur fëmija fillon të ecë, dhe pastaj bazuar në aftësitë e tij apo saj kognitive, sociale, emocionale dhe të komunikimit, vendoset që të vazhdojë në terapinë e zhvillimit okupacionale, po pse jo edhe në shërbimin e terapisë së gjuhës, të folur dhe komunikimit. Kampanja e këtij 21 marsi ka filluar qysh në fillim të muajit. Kemi filluar me aktivitete Një kartolinë për ty, ku në bashkëpunim me mashten është dhënë vendimi që të bëhet shitja e kartolinave në institucione qoftë shkollore, parashkollore, shkollat mesme dhe në universitete. Kemi vazhdu tutje me lancimin në bashkëpunim me Telekomin e Kosovës, është lancu numri në valja 55550, ku gjithë qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të kontribuojnë në stabilitetin e shërbimeve në organizatën Down Syndrome Kosova, duke dërguar një SMS në këtë numër me tekstin me zemër. Aktualisht sfida që po përballet shoqata është gjetja e fondeve, sigurimi i fondeve, stabiliteti financiar. Kjo ka qenë një ndër arsyet kryesore pse këtë 21 mars kemi shku me qëllimin me targetin e ngritjes së fondeve. Për arsye se një fëmijë që i ndërprin këto shërbime që janë shumë të nevojshme, mundet me pësu edhe regres, domethënë gjitha të arriturat mujnë me shku hoq, edhe gjithashtu pastaj edhe këto shërbime i dashur me marrë dikon tjetër, që gjithkund tjetër janë me pagesë, edhe është një kosto kogja e madhe, që ndoshta prindrit nuk kishin mujt me përballu. Përveç trajtimit të dinjitetshëm dhe me shumë respekt për fëmijët me nevoja të veçanta në përgjithësi, këtë herë kanë mundësinë që të kontribuojnë edhe me një SMS përmes valës, €1, që me i rrit shërbimet në shoqatën Down Syndrome Kosova, e cila na ofron një shërbime falas.